Selamu alaikum të nderuara dhe të nderuar, paqja e Zotit qoftë me ju. Shpesh herë në biseda apo në takime të ndryshme, qofshin ato virtuale, qofshin ato praktike, pra të gjalla që ndodhin, ju me siguri të nderuar, miq e mikesha, keni pas mundësinë që ta vëreni se dikush nga njerëzit mendon se Allahu, se Zoti i gjithësisë, ka filluar që të shkruaj për të në momentin që ai e kreu haxhin, në momentin që ai filloi të falet, në momentin që ai filloi të agjëroj, ose ajo, kur them ai, automatikisht mendojeni edhe ajo gjinia femrore. Jo, nuk është kështu. Sepse që nga momenti që ne e arrim moshën tek e cila fillon përllogaritja jonë. Dhe kjo është dikundi ajo hyrja në pubertet, dhe normalisht kalon pak edhe një kohë pak më tuqe, ndoshta 2-3 vite, dhe fillon lapsi i Allahut të shkruaj. Dhe në rast se që nga ajo kohë ne kemi vepruar jo në mënyrë të përshtatshme, të përputhur me, mos e them me urdhrat e Allahut, sepse ky është bot kuptimi gjerë, urdhrat e Zotit janë paskaj, por hajde ta themi në harmoni me atë që Allahu e don nga ne si krijesa, si njerëz. Dhe ato që i don nga ne, Allahu nuk na randon neve me sende që ne nuk mund t'i bajmë. Janë sende thjeshta, nuk janë gjithnjë të komplikuara, të ndërlikuara, të rënda, sepse ai vetë neve në Kur'an na thot la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Që i bie në kuptimin shqip, asnjë shpirt nuk e randon njeriu me më shumë se sa që mund të baj, apo të mbaj, apo të duroj. Mirë po, që nga i momenti që ne jemi madhora, që mund të mendojmë, që dim të dallojmë të keqen nga e mira, që nga i moment fillon edhe përllogaritja jonë, qoftë për të mirë, qoftë për të keq. Ndaj edhe në Kur'an ne kemi në surën El Zelzele, e kemi aty brenda një ajet ku thuhet tuhaddithu akhbaraha. Pra Allahu na e bën me dije se edhe toka, vendi, qëndrimi ynë ku kemi qenë, ja unë tani po eci në këtë pyll, kaq të bukur me këto pemë të bukura, me gjithë këtë gjelbrim, dhe unë po flas me ju. Unë po flas, dhe unë gjithnjë mendoj që juve që këshilloj për diçka. Përderisa unë ama vetë nuk e kam këshilluar, atëherë sa ja vlen që unë ju jap juve këshilla, kurse vetën e kam lanë unë në hares. Hajse unë jam i mirë, unë zgaboj, mos s'ka nevoj, as të mësoj, as të më këshilloj dikush. Pra në këtë moment që unë po ju flas juve, ki vend ku unë gjindem, do të dëshmoj para Allahut në ditën e gjykimit për mua. Tuhaddithu akhbaraha. Pastaj në fund të surës El Zelzele, Allahu na thot se edhe po të kemi ne një të mirë sa kokra e pluhurit, a ka pluhuri kokër? Nëse e merrni ndonjë pluhur, ato pudrat, e dini ato pudrat që i hodhin kështu mbi torte dhe që janë të bluara, ose e marrim mielin, mielin. Dhe në miell ndoshta ka ndonjë kokër të vogël që syri ynë nuk e sheh, nuk e heton.
por ja që atina të pluhur ka ndonjë kokër të vogël dhe Allahu edhe këtë e merr për krahasim. Dhe na thot, edhe aq po të keni diçka të dobishme, ore nuk do t'ja u bëj të padobishme. Do e keni, do t'ja u llogaris, do e ven në mizan, në vak, në kantar. Mirë po vazhdon dhe thot e përfundon këtu surën El Zelzele, duke na bërë me dije, se edhe po të keni të këqija të bëra, edhe sa kokra e pluhurit, do të duhet që ju llogaris. Dhe do që ju përllogaris, do që ju thiri në çka? Në përgjegjësi. Prandaj shumë kujdes duhet kemi. Dhe ajo që ndoshta si besimtar edhe na jep që të jemi një çik sadopak të relaksuar, është se shpresën tonë në mëshirën e Allahut nuk duhet asnjëherë ta humbim. Sepse mëshira e tij mbulon gjithçka. Dhe Allahu thot, nëpërmjet mëshirës time, ja kam ndal hidhërimit tim hovin. Pra Allahu e zbrapsen hidhërimin e tij kur e ka ndaj nesh, nëpërmjet mëshirës që e ka përsëri ndaj nesh. Shikoni çfarë të mirësh na ka dhënë dhe ne akoma hamendemi të besojmë apo të mos besojmë. Pra njeriu është një qenie shumë interesante. Edhe pse nuk është në gjendje, çka të them? A mund të krijoj qiell? A mund njeriu të krijoj oksigjen? A mund të krijoj njeriu azot? Këtu në natyrë, të gjithë e thithim oksigjenin që Allahu për çdo ditë neve na e vën në disponim, na e lëshon, sepse pa atë ne nuk mund të frimosim dhe ngordhim të gjithë. Ne dhuron gjithë këtë dritë të pafund. I lëshon në rejet, i lëshon mjegullat, nuk shkon disa minuta, e zbardhon qiellin, e mbushën me dritë, e mbushën me nxehtësi, me ngrohtësi, me fllatë, me freski, dhe me të ftohtë, normalisht. Dhe gjithë kjo në harmoni pa e ngatruar njëra tjetrën. Ja, unë jam këtu në mes të pyllit, në mes të malit, flas me ju, qeshem, jam i disponuar, ndjehem mirë, por në krah të kujt? Në krah të atij, në krah të Allahut, që mua në çdo moment ka mundësi të më ndal frymëmarrjen dhe unë as pak nuk e di. Dhe këtë shumë pak njerëz e kujtojnë, se nuk janë në gjendje asnjëri nga neve që ta dim kur do të vijë vdekja, ku do të na vijë vdekja, si do të na vijë vdekja, nga çka do të smuremi, nga çka do të vdesim. Këtë askush prej neve nuk e di. Nuk ka mund të zbuloj kush e di çfarë shkencëtari të ketë qenë. Dhe mjafton këto dy gjërat, ti kemi gjithnjë parasysh. Nuk e dim kur do të vdesim, nuk e dim nga çka do të vdesim, çka do të bëhet sebeb shkaktar, nuk e dim kur do të smuremi, asnjëherë nuk e dim këtë. Nuk e dim sa do të jetojmë, askush nga ne nuk e di këtë, nuk e ka ditë asnjëherë, nuk ka ta di asnjëherë, dhe prapë se prapë e injoron ekzistencën e Zotit. Çka të them tjetër? S'kam çka të them për sot, haj po e mbylli këtu. Dhe kur është pak më e shkurt biseda jonë,
Kam përshtypjen se është më mirë ashtu. Uroj që jeni shëndoshë mirë, të mbeteni shëndoshë mirë. Ju uroj gjithat mirat, mos nguroni të abonoheni në kanalin tim. Unë dëshiroj të kem sa më shumë abonent, që të jem sa më i motivuar të zgjedh tema për ju, të diskutojmë së bashku, më shkruani në komente, pa hezitim, por më shkruani po e përsëris, dhe kam merak gjithnjë të përsëris, me dignitet ju lutem, me karakter të mirë, me kulturë të mirë. Sepse nëse ti më shanë mua, dhe më shanë nënën time, dhe më shanë dignitetin tim, më në përkëm karakterin dhe familjen, mos me ndo se ti më mposhtë mua. Jo, por ti e tregon se nuk ke as pak, as dignitet, as kultur, as terbije. Prandaj, le të komentojmë gjithnjë bazuar në kontekstin dhe përmbajtjen e asaj që dëgjojmë. E nëse kemi ndonjë mendim ndryshe, kemi ndonjë kritik konstruktive, ore s'ka problem. Për atë jemi këtu. Nuk jemi të gjithdijshëm. Asnjëri nga ne nuk është i përsosur, as unë. Prandaj, dëshiroj që të komunikojmë njerëzishëm, që të komunikojmë me kulturë, që të kemi respekt për njëri tjetrin, edhe atëherë kur nuk pajtohemi, me shumë send. Ju dëshiroj gjithat mirat. Esselamu alaikum.